Problemi është kjo që janë të gjitha këto që ishin vizione, janë keq konceptuar, nuk janë konceptuar që në fillim si duhet. Do me thënë, unaza e madhe është një vepër që duhet, Tirana është destinuar të zhvillohet në mënyrë unazore. Në qoftë se regjia mund të kishte fotot, sepse duhet janë nënçoni ju, po më thonë, mund të më ndihmonte, të lutem ta mbaroj. Po ta mbaroj. Ja, vetëm të mbaroj edhe fotot nëse mund të. Ideja është kjo që para se të vemi te vizionet, do me thënë, po të shohim thjesht të kalojmë në rrugët e Tiranës në qendra. Do me thënë, unë kam bërë vetëm një sondazh të vogël, meqense më ishim sot për këtë temë, nga kryeministria ose po themi nga fillimi i bulevardit deri te fundi i kryeministrisë është rreth 200 metra linear rrugë. Dhe ka vetëm 3 kosha mbeturinash. Ndërkohë nuk po vete larg në një vend evropian, po vete në Maltëzi. Në 100 metra linear trotuar ka 7 kosha të vegjël dhe një të madh. Ndërkohë njësia 2 që të gjitha ke verifikuar? Po, mund t'ja çoj me foto. Po, unë jam shumë i saktë për ato që them. Aty ku nuk jam i saktë them. Jo, po mirë, më dëgjohet deri në fund e pastaj tani njësia 2 jo, po ta shpjegoj. Njësia 2 tek rruga Hoxha Tasin, meqense jeni dhe administrator, ka vetëm 3 kontejnerë të mëdhenj në 800 metra linear. 3 kontejnerë të mëdhenj. Po, dhe 2 kosha të vegjël, më fal. Po, nga fillimi i pazarit, 2 kosha të vegjël keni mund të kryqëzimi me rrugicën që del nga zyra e punës. Jo, po dua të vente te kjo. Tani të tregoj që është këtu, do të them ku janë tash. Po jo, më patjetër. Ati tregoj unë, s'ka problem. I keni me foto. Gjithsesi po ju shpjegoj këtë gjë, që para se të vëmë te vizioni i madh nuk menaxhojmë as vizionin e vogël. Me thënë një gjë teknike. Dhe po të shikoni fotot që anoncoi regjia nga mbrapa, janë hapësirat e shkolla. Kjo është një shkollë, kjo mos gaboj është tek bloku, është Dora Distria. Dhe po të shikoni, kishte një shkollë nga mbrapa të Malit të Zi, nuk vajta më larg në Podgoricë, që po të shikoni hapësira me gjelbërim. Po e Minduragu sot, harrove se... Po pra po, ke dhe shkollën Kosova, aty të fotot mund të shikoni. Por shkolla Kosova është shkollë mirë si objekt, është ajo që ju thash. Unaza është e mirë si objekt, po nuk ka fusha. Shikoni, ky është një kryqëzim në Mal të Zi. Jo, më fal. Një kryqëzim në Mal të Zi. Po të shikoni atë që ju kërkuat, koshat keni çdo kryqëzim. Unë që jam duampirës, unë në Tiranë s'kam ku ta hedh duhan. Kështu që ata që nuk menaxhojnë dot rrugica dhe rrugët e qytetit, ja shikoj, kjo është tek hyrja e njësisë tuaj zotri. Shikojeni, keni dhe një grop aty vazhdon të jetë ka puseta kryesore, meqense është qarë nga një tub i internetit edhe do riparohet. Vazhdon që ta keni, është për vite gangrena, puseta. Jo, ta them unë, puseta për vit rregullohet dhe për vit prishet. Ai vendi aty, po e di shumë mirë, Tiranën mund t'ja përmend. Mund t'ja përmend. Pas një rikualifikim bloku. Mund t'ja përmend. S'kam mbaruar akoma, gjithsesi. Ky është projekti. Ky është tani projekti i vizionarëve që menduan që nuk është plan, po gjithë plani i Tiranës ishte të bënim një nënkalim te sheshi kryesor, te sheshi Skënderbej. Tani gjithë kjo, meqense na u përmend që po themi, këta bën një plan dhe nuk e bën të mirë. Ata të tjerët që deshën të vinin në vend të këtyre, po them, më falë se po ju drejtojmë, kështu se me që përfaqësoni një forcë politike, gjithë plani për Tiranën ishte një nënkalim të sheshi Skënderbej. Kush të thotë? Do me thënë gjithë halli. Se e gënjen? Ata që prezantuan projektin. Jo, unë kam qenë drejtuesi i fushatës. Ja, boll mos gënjen në emër të njerëzve. Jo, mund të shkojmë. Jo, ka një plan aty, ka një plan për zhvillimin e Tiranës. Në kuptimin, ka problem se po gënjen për mua, unë jam këtu. Jo, unë s'tash për ty. Zonjë, unë era këtu si ekspert i fushës urbanistikës. Unë quhem Gjergj Qofse ky është një kurt, po boll se s'po flas me ty, s'kam marrë për ty fara se di kush je. Mirë, mos zotri. Zonjë, të lutem, nëse ju ky është një kurt, për të vënë njerëzit në siklet, po ju sjaroj, keni bërë shumë gabim. Keni bërë shumë gabim. Tani, me qënë se tema u apu, po ju sjaroj, plani politik, edhe njerëz, zonjë, të lutem me hoqa dorë nga profesionisti, po flasim politikisht tu. Jo, mos po flas politikisht. Personal, do ja përgjigje deri një. Jo, po të themu nuk është nga zonja, po absolutisht nuk ka. Lutem, edhe një do më lësh. Po patjetër kush e ka bërë, nuk ju kanë ndërpërfaqësuar. Foton e kam sjellun. Kontrollo sallën. Po jo më se foton e kam sjellun. Ky është qartësisht e pamoralshme që unë vi këtu si një pedagog. Ora s'po flas me ty, mos është ky drejtuesi i emisionit. Të lutem. Po jo më foton e kam sjellun, e mbajun përgjegjësi. Edhe një herë. Zonjë,
Ky është një shembull I shëmtuar I medias shqiptare. Po lëre tani mos e kalon diskutimin në media, se cili mund të... Pse s'më kërkuat dhe mua media? Pse s'më tha atë foto ose informacion? Pse s'më kërkuat dhe mua pyetjet? S'më kërkoj. Absolutisht tani mos e... Ore, s'po flas me ty, zotri, që ke robi çuditshëm, zotri. Ku flas me ty, Gjergji, lutem. Gjergji. Nëse nuk siguron dot komunikimin të çojmë ikë se s'ka problem fare. Bëra shumë gabim që erdha, po respektoj. Tani nuk ka nevojë të kaloj situata në këto. Të lutem zonë, unë jam I burr 52 vjeç. Nuk ka nevojë 32 vjet që merrem me urbanistik. Nuk ju mohoj askush të drejtën e fjalës. Secili ka pas të drejtën e fjalës në këtë panel. Po patjetër kush ju ndërpreu. Nuk I drejtova dikujt në punë personale. Sepse ajo që doli aty me gënjeshtra e madhe nuk ju ndërpreu askush. Është publike, më nuk është gënjeshtër. O zotri nuk po flas me ty. Është publike, më po e kam nxjerrur unë atë. Ai ka arsi profesionist, secili për ju ka arsi profesionist. Jo, si profesionist po e dëgjoj. Ç'a po bëj? Po ai ke dëgjuar. Ata tha që thonë se s'ka plan. Tu jam I vetë, po të ketë gëzoj bindje. Po pra më fal. Gëzoj bindje. Ishit. O zotri, s'ka në replikë me ty fare. Ka mos I zoj se u çova hika. Po ik më zotrin nëse. Hajde miru pafshi. Gjergji. Jeni ignorant fare më. Se ofendoni njerëzit kështu më. Gjergji. Unë jam njëri I nderuar. Mirë. Jam qesharak. Do shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi sërish në studio.